A ka realitet më të hidhur se sa çmimet stratosferike në Shqipëri si në asnjë vend tjetër të rajonit? U mor vesh sa ka arrit qiraja mesatare. Qiraja mesatare 770 euro. Imagjinoni, ka arrit 2/3, më shumë se 2/3 e rrogës. A nuk është ky një mekanizëm i përzënjes shqiptarëve nga Shqipëria? A ka realitet më të hidhur sarajet e tij? Gjej pak një kryeministër tjetër me saraje 720 metër të gjata të themelet dhe me park dhe kopsht 8400 metra. Ti e verbër, si shef këto ti. A ka realitet më të hidhur se pallati 5 kate mbi tokë, 2 kate në tokë, pas një faturë, dhe ndërtuesi i tij merr 360 milion euro për rrugën Qukësja Floç? Pra këto nuk janë realiteti, këto që janë dokumenta shtetërore të gjitha. Në dokumenta zyrtare, këto janë deformime të TikTokut dhe të mediave sociale. Dhe qenë ka, dhe Europa tani nuk ka nevojë të mbrohet vetëm me shield, me atë mburojnë antiraketore bërthamore, po duhet dhe anti-internet tani. Të mbrohemi dhe nga mburoja shpifjeve të internetit dhe TikTokut e të këtyre. Turp të ketë. Enver Hoxha s'mund fliste më ndryshë se ky në Berlin. Kjo që nga pas ka nevojë Europa, jo vetëm për atë, po edhe për këtë mburojë. I përshtes ata shqiptar që ja treguan vendin aty. I përshtes guximtar. Ja zun derën dhe ja nxin fytyrën. E detyron të bëjë edhe gjeste rrugaçi aty. Tani kanë filluar kërcënime ndaj protestuesve. Personalisht Edi Rama dhe skute e tij marrin familjar, zyrtar, dhe i kërcënojnë për largimin nga puna ose rikthimin e largimin e fëmijëve nga protesta. Kjo është